Nuk kemi ndonjë lëvizje të re, ndonjë rrethon të re politike nga ky takim i sotëm. Jo, nuk kemi diskutuar ende emra konkret. Zhvillova takimin e radhës me kryetarin e lëvizjes vendosje dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Diskutuam për afatin kohor, i kemi më pak se 3 javë ditë kohë për të gjetur një konsenzus dhe për të arritur një marrëveshje eventuale. Në të kundërtën vendi shkon në zgjedhje. Zgjedhjet nuk i don askush, as Lidhja Demokratike e Kosovës. Po provojmë që nëpërmjet takimeve të zgjejmë një zgjidhje të përbashkët. Nuk kemi ndonjë lëvizje të re, ndonjë rrethon të re politike nga ky takim i sotëm. Jemi transparent me ju dhe me njëri tjetrin, takimet do të vazhdojnë edhe në ditët vijim. Unë do të takoj natyrisht edhe liderët tjerë politik të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Autonominë e Kosovës për të kuptuar dhe pozicionet e tyre mbi këtë rrethon. E më pas në këtë drejtim do të provojmë që nëpërmjet takimeve të reja transparente, po besoj edhe konfidenciale, për shkak të natyrës së tyre, të gjejmë një zgjidhje për situatën e krijuar Kosovës. Këto marrëveshje që siguron quorumin e domosdoshëm për presidentin e ardhshëm të Republikës Kosovës është e mirëseardhur. Për këtë arsye duhet diskutime me gjitha partitë politike për të pasur siguri, por në të kundërtën çdo marrëveshje që siguron minimumin e votave të nevojshme është e mjaftueshme kushtëshmërisht. Jo, nuk kemi diskutuar ende emra konkret, siç e dini procesi është i nisur, janë 2 kandidatura. LDK-ja vazhdon të besoj që të 3 pozitat nuk mund t'i takojnë një partije politike, po për çështje tjera lutem kemi dakordans konfidencialiteti mes palëve. Nuk ka lëvizje përparuese, çfarë ju pengon nga takimet e kaluara? Po provojmë të gjejmë zgjidhje, besoj që duhet të gjejmë edhe palën tjetër, por po provojmë të gjejmë zgjidhje përbashkët, konsensuale, me takime. Kjo është rruga që duhet përpara të gjejmë edhe do të ndjekim këtë rrugë sa herë që mundemi për të shmangur zgjedhje të mos lejuar që vendi shkojë në zgjedhje të reja.